Tiranës, Vlorës dhe Sarandës, Drejtoria e Hetimit Tatimor dhe Drejtoria e Verifikimit dhe Koordinimit në terren kanë përqendruar kontrollet në Durrës dhe Lezhë. Kontrollet e kryera në zbatim të planit operacional në sektorin e ndërtimit kanë identifikuar shkelje të rënda të legjislacionit tatimor, praktika të qëllimshme që agjencitë imobiliare apo subjektet ndërtuese aplikojnë me qëllim shmangjen e detyrimeve tatimore, si dhe parregullsi në deklarim dhe në dokumentimin e aktivitetit ekonomik. Konkretisht, në agjencitë imobiliare dhe subjektet ndërtuese të kontrolluara në Durrës dhe Lezhë u konstatuan raste të përdorimit të dokumentacionit jo tatimor dhe mospërputhje të theksuara mes të dhënave financiare të deklaruara dhe aktivitetit real ekonomik. Njësoj si në Tiranë, Vlorë, Sarandë, edhe në Durrës dhe Lezhë janë evidentuar raste të evazionit fiskal në vlera të larta. Me qëllim uljen e detyrimeve tatimore, subjektet imobiliare dhe ndërtuese shesin apartamente dhe pasuri të tjera me çmime shumë herë më të larta se ato të deklaruara në kontratat notariale dhe të raportuara pranë administratës tatimore në shkelje të plotë të ligjit. Hetimi vijon në analizimin e mëtejshëm të deklarimeve të subjekteve për të dokumentuar fshehjen e të ardhurave përmes të dhënave të siguruara nga njësitë kompjuterike të sekuestruara, ku rezulton se janë kryer shitje në kesh, bonuse të paguara kesh, si dhe praktika të tjera në kundërshtim me legjislacionin në fuqi. Në përfundim të hetimit, Drejtoria e Hetimit Tatimor do të referojë pranë prokurorive përkatëse materialet për çdo rast ku evidentohen elementë të veprës penale të evazionit fiskal. Administrata tatimore bën me dije se kontrollet në sektorin e ndërtimit dhe tregun imobiliar do të intensifikohen dhe do të shtrihen në mbar territorin e vendit, në funksion të formalizimit të pagave dhe rritjes së pensioneve.